Olta Gigjari dhe Leonora Jakupi janë dy opinioniste që po shoqërojnë netët e gjata të këtij edicioni në Big Brother VIP Kosova 4. E nëse publiku ishte mësuar vjet me shkëndijat, debatet e ashpra dhe akuzat me Soltës dhe Milajm Zekës, këtë vit panorama në studion e Big Brother VIP Kosova duket krejtësisht ndryshe. Mes dy zonjave duket se ka një kimi të shkëlqyer dhe raporti i tyre, të paktën për momentin, është larg çdo toksiciteti. Këtë e vërteton më së miri atmosfera në prapasken, të cilën Olta nuk ka nguruar ta ndajë me ndjekësit e saj. Në një video epike të realizuar në dhomën e grimit, ku të dyja shfaqen duke u bërë gati me robe de chambre, Olta me humorin e saj karakteristik shihet teksa i shërben Leonorës. Diva Riz Bath. Shifeni si e mbaj lenkin, dua rritje rroge, dëgjohet të thot aktoria me shaka, teksa përkulet për t'i rregulluar veshjen këngëtares, duke nënkuptuar se Leonora po trajtohet si një mbretëresh e vërtet. Kujdesi i Oltës vijon më tej me batuta, teksa nxit kolegen e saj të bëhet gati. Vishi shpejt se poftofesh. Tani ulu zbukurohu zonjë. Këto momente tregojnë një frymë shumë pozitive dhe bashkëpunuese mes dy opinionisteve, duke sjellë një energji të re në këtë sezon të 4. Nëse ju pëlqeu kjo video, shkoni në kanalin e YouTube-it Big VIP Albania Kosova, që e gjeni në bio. Mos harroni që të bëni subscribe dhe të klikoni butonin e ziljes që të informoheni për videot më të reja.